dhe Mira Njerstil kanë qenë aty prezent me mua. Pas përfundimit të koncertit të saj, ajo e ka publiku me njëherë një TikTok edhe një video në Instagram për të qenë falenderuese dhe mirënjohëse për t'i shprehur gjitha meritat yllit ton, shqiptar Dua Lipës, edhe pikërisht video ka qenë e realizuar me të. Më pas disa ditëve, me njëherë pasi, po besoj e ka marrë vetën nga gjitha ajo dashuri që e ka marrë në Kosovë, e ka përshkruar që nata ka qenë natë prallore e ëndrave kështu. Patjetër që po, edhe normalisht publiku shqiptar i cili, siç duket, ka kënduar një zëri bashkë me këngëtaren. Patjetër që po. Edhe ka pas një metodë, po besoj që jo vetëm Kosovë, po edhe vendet e tjera që po hyn shishe, edhe po i duket publiku shumë interesant, edhe mandej po e prekon, po arrin me prek Katy Perry për së vërtetë. Po, shumë mirë. Nuk është vetëm Katy Perry ajo që ka kënduar brenda këtyre tirinetve, kanë qenë edhe shumë artistë të tjerë, ka pasur edhe artistë pikërisht lokal nga Kosova në këtë rast, dhe gjithë secili ka pasur momentet e tyre të veçanta. Dhurata Dora shpërtheu në lot, MC Kresha ka hequr një orë, siç duket ja ka falë një fansi e kështu me radhë. Po shumë e vërtet, këto që po i thua Dhurata Dora, erdhe pas një pauze shumë gjatë, pa u shfaq në publik edhe pa i performu hitet e saj, qoftë ndër vite, apo edhe këngët më të reja të cilat i kishte sjell enkas për publikun, por që Dhurata e gjallëroi skenën, i dha një energji krejt ndryshe, dhe po besoj që atë natë Katy Perry ka qenë e para, Dhurata Dora e dyta, që ja kanë dhënë hakun asaj nate edhe asaj pritje ka gjatë, në fakt po duhet me prit një vit për me arë një edicion tjetër i sa një herë festival. Patjetër që po. Ndërsa MC Kresha po përfolet, po vazhdon të përfolet për performancat e tij. Po, MC Kresha me njëherë pas performancë